Unë tani ndodhem në Prizren. Ama s'kam ardhur me vizitu vetëm qytetin e bukur të Prizrenit, po kam ardhur me vizitu edhe një nuse hasiane që kom na prit sot nive. Apo do një musafir? Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit shumë edhe ne mirë se ju gjatëm juve. Faleminderit shumë, mirë se erdhët në shtëpinë tonë. Unë si një nuse hasiane, kam qef me ju prit sa ma mirë dhe sa ma bukur, kështu që ta qisim një kafe tani bisedojmë. Hajde po vazhdojmë. Po duke shumë bukur me këto veshje, tepër bukur, edhe e keni histori të veçantë me to. Po, patjetër, faleminderit fillimisht për komplimentin. Këto veshje seriozisht ka një special vend në zemrën tem, sepse me këto veshje edhe ju martu, edhe diqysh e di që kam mjerujton jetën, edhe që kam, për shembull, kam opsione për mi ble tjera, materia, ama diqysh të mijat i kam pak ma special edhe i ruj si memories për ton jetën, edhe me u kallëzu fëmijëve mi, ma vonë edhe kur triten edhe kur ta din për traditën tonë. Afrodita Roskaj është një nga personazhet e ndjekura të rrjeteve sociale që nuk nguron të ndaj asnjë detaj me ndjekësit e saj. Në takimin ton, ajo ndau me ne shumë të pathëna që nga njohja me burrin, të cilin në fillim me refuzoi, e deri te bekimi i tyre me një vajzë. Nuk e di jam besoni, ama unë me burrin jena njoftu me një mënyrë tradicionale, ku prind tani herë janë njoftu ata vetë, tani ka arë puna deri te na, edhe një herë me i thonë drejtën e kom refuzu këtë Albanin, burrin tem e kom refuzu, sepse nuk e kom pas ndaj farë arsye, vetëm kom mendu që jam hala e ri, që është jeta hala e gjatë, edhe kam kohë me zgjidh, përderisa mas disa muaj nuk e di, derisa i vetëm ka shënua dhe vetë ja kina nis me bisedu edhe qashtu në fakt edhe ja kina nis një farë lidhje të shkuart, cila ma vonë u bo fejes, mandej mas 2 vite martes, edhe ja tash ku jam me një qik bukel. Kjo nuse hasiane është po aq tradicionale edhe moderne. Përveç se është një grua e përkushtuar, ajo është edhe një blogere që merret me rrjete të ndryshme sociale, si Instagram, YouTube e TikTok, dhe si rezultat ka fituar mjaft të ardhura nga ato. Fillimisht besoj që une jom kanë tepër një qik pak ma e lumtur se tjerat, kur të është në pyetje e hasi, sepse kum pas qasi fati me gjithë një personin me cilin ka me gju krejt jetën, cili më suporton edhe nuk më dalë kërgjo me bo edhe kjo puni duket krejt normale, përderisa i një shumë gra tjera, edhe fatkeqësisht ato nuk i kanë ato drejta që shi kam one, përderisa one jam shumë ma e lirë, si me vjerit, si me printemi, si me burrin tem. Puna jem mas shumë të i bazohet në video, foto, edhe në fakt nuk më me thonë që kam bash punë, sepse ma shumë e këshyri si hobi. E vërtet është, kom jetu prej kësaj pune, ama tash diqysh nuk e kam bash një farë prioriteti ma të malë, sepse ma shumë jam të këshirë me bo video me i knaq njerës për qef, sepse si që thash është kështu e kam ma shumë si hobi, se sa si punë, puna normal, unë ata nuk e ndaloj, sepse nuk besoj që kisha mujtë me vazhdu pa këtë punë, pa e shfaq vetën në rrjete sociale, me udhëtu, me
kallëzu njerëzve se ku po shkoj, çka po bëj, se çish po kënaqna, jo për na isam për na inat apo diçka, po thjesht me ju kallëzu njerëzve se edhe gratë e hasit kanë drejt me kanë të lira, edhe mos me mbyll gratë e veta aq shumë sepse nuk ka arsye seriozisht. Besoj që çdo njeri që e njeh partnerin e vet nuk ka nevojë për xhelozi ose për ndalje diçka. Jeta që ajo tregon para ndjekësve të saj është krejtësisht reale, duke u shfaqur pa komplekse në secilin aspekt. Kur kam vendosur me bë këtë punë, sidomos më marr me YouTube, me shfaq veten aty ku është paketa ma private, bilione që ashtu e zonj, e kom bë plan vetë me veti që unë aty do më konë qaja që jam. Nuk kam qef edhe nuk e kom bë plan edhe nuk e kom mendu kur me thonë unë nësëm po dal në YouTube pa konë e lyme, e ndreqne, bash krejt më konë full, po e kom bës plan me kallëzu jetën teme reale, se kudo që jam sepse edhe ku kom jetu krejt ka ndru diqysh mënyra jetës tem, kështu që kërkon nuk e kom shell, se kërkon nuk e kom kallëzu në i farë pjesë e jetës teme të rejshme, për në fakt jë mundu mas shumë të me kallëzu jetën teme reale, se qysh kom bo, edhe nuk më vjen marrë, edhe me dal me pijame, edhe pa ly, edhe të përgadit, thjesht mendoj që duhet me konë qështu dhe krejt influencers tjerë, e jo me që vetën dikon najer, përderisa që ja nuk është jeta atinve reale. Afrodita nuk e tregon kur fytyrën e vajzës së saj, arsyet pse ajo e bën këtë, si dhe çfarë i thonë njerëzit do t'ju habisin. Normal, na si popull, muj me thonë që është pak a shumë prej mësyshit, ma da une nuk kum besu qatë shumë mësysh, edhe përderisa masi që e kum pas vajzën këtu në Kosovë dhe çdo herë më ka ndodhur diçka sarë kur kom marrë me thonë në Kosovë, zarti bashkë për qatë arsye që nuk e kum kallëzu kërkon, edhe tash çdo kënd kur të shkoj, krejt thonë, aj ta shumë vajzën, aj ta shumë çfarë ka, dhe një detaj shumë i keq, cilën mu më pengon, është që njerëz mendojnë që fëmija em ka diçka në fytyrë të keqe ose syt nuk i ka mirë, dhe dyqysh që bashkë mas shumë të ju më thame dhe mas shumë të ju më pengon për krejt arsyeve, nuk më andin mu që e thonë pëse speqet qikën, anik nej, se s'ki veç të fëmi, nuk janë për atë ide mi kallëzu fëmit. Jo temën për fëmijët e çdo kujne, nuk kam që fëmijët qitë në rrjetet sociale, edhe që për shembull naj kushërin ose dikush që e njohune, i poston fëmijët e vetë përderisa unë kur ta qes në Instagram temin, fëmijën e asajna jam lë fytyrën gjithçysh. Nganjëherë ka gojë të liga që i komentojnë fjalë nga më të ndryshmet mbi paraqitjen e saj në publik, si dhe faktin që ajo jeton në Prizren, e burri në Bosnje. Kohëve të fundit që jam të e lexu në për komentet mija, se për parë mas nuk kom kujtur prej komenteve se shkam kanë thonë, a më shumë fani për mdoket që krejt po thonë të vjera nuk donë, vetëm për qatë punë që unë jam që shpejt babës tem, dhe mu ma shumë puna nga ka Prizreni, dhe kam këto ma shumë lirije, dhe kam vlaj normal këto, dhe dyqysh ma kollaj mjena me punën që e kam se sa prej Katunit, se sa prej Hasit dhe prej Gjakove. Me Gjakove nuk më lidhë diçka shumë special, shkaj përket punës tem, amo ti për fani më duket që kja që pëthojnë vjera jote nuk dënë ty, vjera i tu i vjen marrë prej teje se për mirësh me këtë punë, përderisa unë e di që është krejt kundra, edhe unë me ta e kam seriozisht një lidhje shumë të mirë, si me printemi, si me ata. Me konë edhe këto kushtet pak ma të mira, besoj që edhe na këto krejt kishëm pas qef me najtë si krejt njerëz tjerë që jetojnë në diasporë, kështu që nuk jam as e para as e fundit që nuk rritet fëmija jem ofër prindve burrit tem. Dhe një koment që kisha cek u konë qysh për të vjenë marrë, jetu jam marrë ftyrën familjes burrit që për delin rrjetet sociale. Për këtë punë nuk kam shka me komentu, sepse di që kur gjë deri tash nuk më bë keqe dhe nuk ja kom marrë ftyrën kërkujnë as babës tem, as babës Albanit, as nanave, do më thonë kërkujna, vetëm që nashti muj me thonë që baba jem është edhe ma strikt, se printa Albanit shumë ma strikt, përderisa atina, kurse është taj qasi, i do këtë kjo punë normale, nuk kam mosh, kam vështu në këtë punë.